Për herë të parë, Kosova është bërë një koqire e konferencës 41 vjetore të shoqatës evropiane të Kartës për Rini, duke mbledhur në Prishtinë mbi 100 pjesëmarrës nga 37 shtetet e botës. Ngjarja u cilësua si një hap i rëndësishëm drejt forcimit të bashkimit ndërkombëtar në fushën e rinisë dhe politikave që ndikojnë në mirëqenien e brezit të ri. Arritëm të regjistrojmë afër 8.000 të rinj si pjesëmarrës në program, si dhe të përfshijmë 18 partner biznesi me synimin për të arritur në 60 partner deri në fund të vitit. Nga ana tjetër, presidenti i shoqatës, Miguel Perestrello, theksoi se sot Karta Evropiane për Rini shërben mbi 9 milion të rinjve në gjithë Evropën, duke ofruar rreth 70.000 përfitime të ndryshme. Jam krenar të them se përmes Kartës Evropiane për Rini arrim më shumë se 9 milion të rinj. Mbajtësit e kartës përfitojnë nga mbi 20.000 zbritje nga marka të mëdha dhe mundësi për të rinj në të gjithë Evropën. Nëse i bashkojmë të gjitha markat e mëdha që ofrojnë zbritje, arrim në 70.000 zbritje. Punimet e kësaj konference do të vazhdojnë edhe të enjtën, ku do të paraqiten ide dhe përvojat e politikave për të rinjt.